Nëse njëri kujdeset për to, me lenin Allah xhallahu ala del ato. Çfarë është e para? E para është elementi i kohës, wal leli idha yaghsha, wan nahari idha tajalla. Nëse njëri arrin me organizu natën dhe ditën si duhet, e ka garantuar një element të rëndësishëm të suksesit. Ebu Bekri radiallahu anhu i ka thonë Omerit, Allahu xhallahu ala ka vepra që i kërkon ditën, mos ja dërgon natën. Allahu ka vepra që i kërkon natën, mos ja dërgon ditën atë. Organizoj ditën natën kuptim të veprimit. Se çdo pjesë e 24 orëshit realisht i ka veprimet dhe i ka kërkesat e veta. Ai që arrin me organizu kohën e tij, natën dhe ditën e tij, me menaxhu kohën e tij, ai ka arritur që të garanton një element të rëndësishëm të domosdoshëm të suksesit. Pra sa njerëz kanë kohën, s'kam kohë, kam kohë, gjithë kemi gjetën kohë. Nuk ka çështja te orët e ditës e të natës, jo, është çështja e menaxhimit i tyre, te radhitja e prioriteteve, apo tek dhënia çdo seni kohën që meriton e kështu me radhë. Nëse shpesh njerëz për shembull një aktivitet caktuar i japin kohë më shumë se që meriton, pastaj për ato të domosdoshme s'kan kohë, normal, se këtu ka dërguar shumë kohë. Çështja e dytë është elementi i njeri. Nuk mund të pas sukses të ndodhën s'ka njerëz. S'ka kush bardh. Musa alayhis salam ishte në të vërtetën, Musa alayhis salam ishte në rrugën e dur, mirë po nuk arriti me çliru kocëm se nuk ishte njerëz veç. Ishte në të vërtetën, pejgamberi Allahut, Allah donte, Allah i premtoi këtë i pat. Gjithë i pat, veç një se pat, njëri nuk e pat, nuk e mund të më çliru. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërua asgjë nga faktorët e triumfit në betejën Bedr nuk i pat. As numrin, as përgatitjen, kur s'ka pas. Se këta ndalë me armë brezit ka ndalë, që dalë zakonisht dhe në xhami me falë me ta, që kështu sahabët ka ndalë në Bedr atë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërozë kur ka dalë në Bedr, sahabët që kanë qenë afër kanë, kush është i gatshëm, hajde. Disa kanë njerëz solla, kanë ne kom lidh më poshtë këtë zgjidhje, kanë s'ka me zgjidh, ti zvjen me neve, s'ka vakt. Para që ndalë, shpejt ka ndalë. Në kuptim të përgatitjes për betejë, s'ka marrë as minimumin e asaj që kërkohet, për shkak se s'ka ndalë për betejë. Ka ndalë për me ndalë karavanin, pastaj për udhën ka dalë betejë, sikur që është e njohur atë. Por pse ka fituar? E ka pas njëri atë. Sahabët kanë qenë burra. Prandaj mungesa e mjeteve kompenzohet me pjekurinë e njerëzve, ndërsa mungesa e pjekurisë së njerëzve nuk kompenzohet me mjete. Për arsye të ndërruar edhe në kuptimin e jetës bashkëtorë, edhe në kuptimin e edukimit të fëmijëve, edhe në kuptimin e raporteve shoqërore, duhet që të fokusohemi tek njeri, tek mashkulli, tek femra, nga sa Allah betohet në krijimin e tyre. Janë faktorë i rëndësishëm i ndërtimit, pa njeri kur gjë zbohet. S'ka lëvizje. Dhe e treta nga elementet e rëndësishme të suksesit dhe të arritjes në qëllimin madhor është inna sa'yakum, lëvizja, angazhimi, përpjekja. Këto treja na duhet koha, na duhet njeri formuar i pjekur, i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm, dhe na duhet dinamika, energjia dhe ambiciet. Këto treja nëse janë dhe orientuam ka duhet, me lenin Allah xhallahu ala nuk ka më kur suksesit.